Vlora Ferisi, njëra prej hartueseve të ligjit të prokurimit publik dhe aktualisht trajnere e prokurimit, ka folur për fenomenin e bid rigging, duke paralajmëruar se marrëveshjet e fshehta mes operatorëve ekonomik po dëmtojnë konkurrencën në tender. Ajo ka dhënë shembuj konkret se sipas saj, kompani të ndryshme bashkëpunojnë për ta manipuluar procesin e prokurimit publik. Ferisi ka shpjeguar se termi bid rigging nënkupton marrëveshje të ndaluara mes operatorëve ekonomik, të cilat ndodhin shpesh edhe në praktik. Bid rigging, decisivisht kjo fjalë nuk është e përcaktuar në ligj prokurimit publik, mirë po kjo nënkupton se është fjalë angleze, vjen prej gjuhës angleze që nënkupton marrëveshje të mshefta mes operatorëve ekonomik, që është ndaluar me nenin 130 ligjit prokurimit publik. Në praktik është ndodhur shumë shpesh. Për shembull, se tash unë vesti ekspertë e fushës prokurimit kom parë raste, çka është bid rigging? 2-3 operatorë ekonomik bëjnë marrëveshje të msheft me pa kush përfiton tenderin. Domethënë dorëzojnë oferta fiktive. Ka pas një rast specifik, s'po përmendje emra në autoritetet kontraktuese, dorëzohen 3 oferta. Edhe 2 oferta që nuk kanë me fitu tenderin, nuk e dorëzojnë sigurimin e tenderit. Sigurimi i tenderit është një kusht administrativ, nëse nuk e ki, automatikisht eliminohesh. Ata këta e dorëzojnë, i dorëzojnë 3 oferta në mënyrë që me pa kinse ka konkurrencë. Në realitet 2 ofertat refuzohen edhe shkohet te kompania që është pretenduar me fitu tenderin. Ajo ka thënë se mungesa e mekanizmave kontrollues po e lehtëson këtë praktik, ku operatorët bashkëpunojnë për ta favorizuar njëri tjetrin. Mekanizmi për mi ndal këto elemente nuk ka. Mirë po unë mendoj që në të ardhmen ishte dashur që këto raste, sepse kemi edhe me ligj prokurimit, gjatë vlerësimit të ofertave ose para shpalljes fituesit, kërkohet nga operatorët ekonomik me dorëzu dokumente mbështetëse. Ata nuk i dorëzojnë. Nëse ti nuk e dorëzon, atëherë kalohet te i dyti. Kjo bëhet marrëveshje mbështetëse, se i thotë mos e dorëzo ti i pari, ta fitojnë në tenderin dhe bëhet një pazar i ndërsjellë. Ferisi ka theksuar se raste të tilla duhet të raportohen tek institucionet përgjegjëse dhe më pas të hetohen si marrëveshje kartel. Këto raste ishte dashur me kanë me legjislacion me u raportu në KRPP, mandej se KRPP-ja është institucioni që mirret me zbatim, mbikëqyrjet zbatimit ligjit prokurimit publik, edhe KRPP-ja me njoftu mandej Agjencionin e Konkurrencës, sepse ata kanë obligim me e luftue bid rigging, që ndryshe ngjihen edhe kartele. Marrëveshje kartele, që thotë një operator ekonomik, unë e marr rajonin e Prishtinës, unë e marr ti merr rajonin e Podujevës, edhe dorëzojnë çmime të ndryshme. Mirë po është shumë problem me ardhe sepse këtu duhet hetim. Me një rast vetëm nuk mundesh me thonë që është bid rigging. Nëse përsëriten rastet, këto është dashur me qenë evidenca, mandej Agjencia e Konkurrencës me i hulumtuar atje. Ajo ka shtuar se ka raste të shumta mashtrimi dhe koordinimi mes kompanive, derisa thekson se këto raste duhet të evidentohen më seriozisht. Kemi raste tash kur nuk i dorëzon operatori ekonomik certifikatën e gjykatës apo të administratës tatimore të Kosovës, obligime kemi me qunë OSHP me shtin lizes operatorin ekonomik, sepse ka mashtru, ma tepër kur gjojsh. Kështu që në të ardhmen, ligje është të tash duke u draftu, kishte me qenë mirë që këto raste mi i ngrit pak nivel pak më të lartë, mi njoftue KRPP-n, KRPP-ja me majt evidencë, nëse për shembull kompania X në disa raste tërhiqet, dihet elementi që aty ka diçka. Kemi edhe raste tjera, për shembull bashkëshortja, 2 firma i regjistrojnë, konkurrojnë të dytë, njëjtin aktivitet prokurimit, edhe janë shojnë radhën njëri tjetrit, varësisht kush e ka ofertën më të mirë. Kjo bid rigging, kjo është manipulim, marrëveshje të mshefta mes operatorëve ekonomik.